بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimin të kanë Allahu subhanahu wa taala, Zoti i botëve, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Alhamdulillah, jeta që po jetojmë në këtë dynjë vëllezërit e mi, çdo ditë që kalon e bën njeriu të meditojë në gjithçka që ndodh në të. Nga ngjarjet në botë, nga ndodhitë e mëdha që zjen bota prej tyre, jetën ku ai jeton, shoqërinë ku ai kalon jetën e kësaj dynjaje, mediton njeriu dhe e kupton çdo ditë më shumë që nëse zemra e njeriu është bosh nga madhërimi i Allahut subhanahu wa taala, nëse zemra është bosh dhe nuk beson në Allahun xheleshanu, në botë ndodhin shkatrime. Ndodhin fatkeqësi të mëdha, të cilat ne fatkeqësisht po i përjetojmë edhe po i ndjekim hap pas hapi në jetën tonë të kësaj dynjaje. Dhe padyshim që kështu do të ndodhë, sepse Allahu xheleshanu kur vendosi njeriu në tokë, e vendosi dhe i dha një mesazh të qartë. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Pra, prej meje do t'ju vi udhëzim, tha Allahu xheleshanu, kur vendosi Ademin në tokë, alayhi salam. Ai që ndjek udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, fala khawfun 'alayhim. Për ta nuk ka për të pasur frikë dhe as brenga. Do të jeton një jetë të qetë, të këndshme, të mirë në këtë dynja. Derisa të vi momenti të ndahen të shkojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe aty do të vazhdojë udhëtimi gjithë secilit. Pra gjithë secili do vazhdojë udhëtimin i vetëm pastaj, në momentin që largohet nga kjo dynja. Por në jetën e kësaj dynjaje, lumturia e shoqërive, lumturia e njeriu vetë si individ, e familjes së tij dhe shoqërive dhe gjithë botës është e lidhur ngushtë me çfarë? Me besimin në Allahun xheleshanu, besimin në shpalljet e tij dhe në nështrimin për të jetuar sipas rregullave që vendos Zoti subhanahu wa taala. Se Allahu është krijuesi. Ai krijoi njeriu, ai vendosi rregullat dhe vetëm sipas rregullave të tij mund të funksionojë në rregull kjo dynja. Ose në të kundërt do të ketë gjithmonë padrejtësi, ashtu si kundër dhe e shohim dhe ndodh dhe përjetojmë çdo ditë. Allahu musta'an. Elus Allahun që ta përmirësoj gjendjen e njerëzve, t'i kthejë njerëzit në fenë Allahut subhanahu wa taala dhe t'i kthejë në besimin në të. Prandaj është e nevojshme që në mësimet tona të përkujtojmë gjërat të cilat, temat të cilat janë të dobishme dhe na ndihmojnë të përmirësohemi. Ne vetë personalisht, por edhe në shoqërinë dhe vendin ku jetojmë, të përmirësojmë sa të mundemi. Ashtu sikur sa ka urdhëruar Zoti xheleshanu. Të përmirësojmë veten tonë, përmirësojmë ata që i kemi rreth rrotull, që i duan dhe na duan, dhe dal ngadalë të vijë përmirësimi dhe përhapet hajri gjithandej. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Duke shpresuar që me përpjekjet tona të kemi shpërblimin tek Allahu xheleshanu dhe në fundit njeriu tek e fundit jeton për veten e tij fillimisht apo jo. Dhe nëse ne elhamdulillah përpiqemi që të mësojmë hajër dhe të mësojmë si ta besojmë Allahun xheleshanu, si ta madhërojmë atë, padyshim që kjo do të jetë hajër për ne personalisht, pastaj edhe për ata që na rrethojnë. Prandaj dhe zgjodha që tema e bisedave tona, e mexhliseve tona, të jetë pikërisht madhërimi i Allahut xheleshanu. Pra, pikërisht kjo ndjenjë, për madhërimi i Allahut në zemrat tona, subhanahu wa taala, kjo ndjenjë nëse mungon, i sjell gjithë këto fatkeqësi dhe nëse është e pranishme, sjell hajër, sjell mirësi. Pra, temat tona ose biseda jonë do të jetë pikërisht rreth kësaj çështjeje dhe do të përqendrohemi në 40 hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Në fakt kjo punimet e 40 hadithe për tema të ndryshme, dietarët i kanë gjatë gjithë kohrave kanë hartuar libra të tillë. Për shembull 40 hadithet e Nevawiut, që janë hadithe të përgjithshme për mbledhin gjithë fen, ose 40 hadithe që kanë të bëjnë me rregullimin e zemrës, 40 hadithe që kanë të bëjnë me madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra, dietarët kanë zgjedhur nga hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam hadithe të ngjashme me një tematikë të përbashkët, që elhamdulillah muslimani dhe muslimanët të marrë pra një informacion të mirë, të dobishëm në lidhje me një temë të caktuar. Edhe në këtë çështje pra njerëzit kanë ose dietarët kanë shkruar libra pra për çështjen e madhërimit të Allahut në zemrat e njerëzve. Si është e mundur që njeriu të arrijë këtë madhërim, ta madhërojë Zotin në zemrën e tij, që Zoti të jetë më i dashuri, më i lavdëruari, t'ja kemi frikën Allahut subhanahu wa taala.
ta madhërojmë madhështinë e tij subhanahu wa taala. Pra si të arrihet diçka e tillë, dietarët gjithmonë kanë shkruar pra libra gjatë gjithë kohës dhe në fakt kjo është temë padyshim që ja vlen të shkruash në të dhe të flasësh rreth saj. Rreth rëndësisë të folurit për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, dietarët kanë thënë fjalë të harta dhe të rëndësishme. Kjo është një temë madhështore e cila prek vetë zemrën e besimit tonë. Në fakt besimi islam është ndërtuar mbi madhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra vetë besimi islam është ndërtuar mbi madhërimin e Zotit xhaleshanu. Nuk është thjesht një fjalë e thënë sa për të kaluar radhën, pra besova në Zotin, por është besim që ka thellë rrënjë të forta në zemrën e besimtarit. Ka rëndësi të madhe vëllezërit e mi sepse lidhet drejt për drejt me Allahun e lartësuar dhe me mënyrën se si ne e njohim atë. Madhështia e kësaj teme pra shihet në faktin se çdo gjë që ka të bëjë me Allahun, çdo gjë që ka të bëjë me Zotin tonë xhaleshanu, është burim deri, dritë, udhëzim për krijesat dhe e bën njeriu që të jetë i përkushtuar në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Ose në të kundërt, nëse se madhëron Zotin, si do të adhurosh Allahun, si do nënshtrohesh të zbatosh urdhëresat e tij, apo largohesh nga ndalesat e tij. Pra alhamdulillah, rëndësia e kësaj çështje shfaqet qartë në drejtime të ndryshme, disa nga më të rëndësishmet mund t'i përmbledhim si më poshtë inshallah. Pra cilat janë, nëse dikush pyet, cila është rëndësia e të folurit rreth madhështisë së Allahut xhaleshanu. Çfarë të mirë na sjell të folurit rreth kësaj teme? Ushqimi të zemrës me këtë lloj njohurie. Përgjigjja që kanë dhënë dietarët është si më poshtë, një nga ose disa nga këto çështje janë: e para, njohja e madhështisë së Allahut. Është e drejta më e lartë që Allahu xhaleshanu ka mbi robët e tij. Kjo përbën themelin e besimit, sepse nuk mjafton vetëm të besosh që Allahu ekziston subhanahu wa taala, por duhet edhe të pranosh me bindje absolute se ai është i madhërisëm, i lartësuar, i plot fuqishëm, nuk ngjan dhe nuk ka si shembull i tij, nuk është ngjashëm me asgjë tjetër. Pra, njohja e madhështisë së tij është pjesë e domosdoshme e besimit. Sepse imani nuk është i plot nëse zemra nuk e nderon dhe nuk e madhëron Allahun xhaleshanu. Pra nëse nuk madhëron Zotin, zemra nuk ka iman, ose ka imanin të dobët në varësi të madhërimit që ka ose jo për Allahun xhaleshanu. Prandaj është e nevojshme që të njohim madhërinë e Zotit, sepse ky është haku më i madh që kemi ndaj Zotit. Çfarë borxhi kemi më të madh ndaj Zotit nëse bëhet pyetja? Pra të njohim madhështinë e tij dhe faktin që është një i vetëm. Dhe t'ia njohim hakun e tij. T'ia dim madhështinë dhe madhërinë e tij subhanahu wa taala. Në këtë kuptim, njohja e madhështisë është jo vetëm dije, thjesht informacion që e marrim rreth Zotit xhaleshanu, por edhe një gjendje e zemrës për ulje, në nështrimi i zemrës tënde, që elhamdulillah të nështrohet dhe të jetosh ashtu si do Zoti yt subhanahu wa taala. Dhe vetëm kjo e bën të mundur që njeriu të nështrohet. Pra njohja e madhështisë së Allahut xhaleshanu. Së dyti, madhërimi i Allahut subhanahu wa taala është vepër e zemrës. Nuk është një veprim i jashtëm që mund të shihet me sy, por një adhurim i brendshëm që e pastron dhe lartëson shpirtin e njeriu. Kur muslimani ndalet, largohet nga zhurma e jetës dhe i kthen mendimet drejt Zotit të tij, zemra nis përjetoj madhështinë e Allahut xhaleshanu, duke medituar madhështinë e Zotit subhanahu wa taala, shenjat e madhështisë së tij, krijimin e tij dhe këtë dynja, shpërblimin, ndëshkimin, madhështinë e Zotit xhaleshanu. Atëherë ai e përjeton këtë madhështinë në zemrën e tij, pra në zemrën e robit. Ai e kujton fuqinë e krijuesit, begatitë e tij të panumërta dhe gjurmët e pushtetit të tij në qiell dhe në tokë. Kjo sjell një ndjenjë të thellë nderimi, përulësie dhe adhurimit sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Ky proces nuk është vetëm njohuri, sikur se tham, teorike. Ai është një përjetim shpirtëror që i jep zemrës jetë. Pra bën zemrën të jetojë me besim. Jo të jetojë si kafshët, që thjesht janë krijuar për të ngrënë dhe për të vazhduar ciklin e jetës në këtë dynja. Jo, ne jemi njerëz. Ka krijuar Zoti subhanahu wa taala që do ta njohim dhe nuk gjejmë zemra jon, nuk gjejmë prehje të qetësi derisa ta njohë Allahun xhaleshanu. Ta njohë krijuesin, njohë madhështinë e tij. Prandaj, siç thon dietarët, zemra është mbreti i trupit. Nëse zemra rregullohet, e njeh madhështinë e Allahut, gjithë gjymtyrët e tjera do t'i nënshtrohen zemrës. Do t'i nënshtrohen për ta zbatuar çdo urdhër që jep zemra, pra adhurimin e Allahut dhe zbatimin e asaj që do Zoti xhaleshanu. Meditimi mbi madhështinë e Allahut nuk është thjesht mendim kalimtar, por një reflektim i qëndrueshëm që ngre njeriu në shkallat e larta të imanit. Sa më shumë meditoj njeriu në madhërinë e Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë ngrihet në gradat e imanit, afrohet me Zotin e tij, e ndjen emërsinë e imanit në shpirtin e tij. Aq më të thjeshta i bën adhurimet
aq më i përmalluar pastaj është për xhenetin e Allahut xhaleshanu dhe aq më i friksuar nga ndëshkimi i Allahut. Madje krijon një lloj sigurie të plotë që çdo gjë që ka thënë Zoti në shpalljen e tij është e vërtetë. Kjo nga vjen kjo siguri e plotë? Nga madhërimi që ka për Allahun xhaleshanu. Kjo bën që ai elhamdulillah të ketë siguri të plotë në atë çka ka thënë Zoti subhanahu wa taala. Prandaj bën njeriu që të përkushtohet vazhdimisht. Gjithashtu, nga pikat që tregojnë rëndësinë e njohjes së madhështisë së Allahut xhaleshanu, është se ndjenja e madhërimit të Zotit në zemër është motivi më i fortë për t'u bindur Zotit xhaleshanu. Në udhëtimin e besimtarit drejt Allahut subhanahu wa taala, motivet që e shtyn të veprojnë janë të shumta. Shpresa për shpërblimin e Zotit, shpresa që nëse i bindesh Allahut do ta bëj Zoti mbar, do të jap mirësi në këtë dynja, shëndet, do të jap pasuri halal, do të jap mbarësi në familjen tënde, në fëmijët e tu, në pasardhësit e tu, një jetë të mbarë dhe të kënaqshme në këtë jetë në kësaj dynjaje, pastaj një vdekje të lehtë dhe të mirë, një kalim të lehtë, domethënë për të shkuar tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj është jeta e barzakut. Pra njeriu shpreson ditë e gjykimit, pastaj xheneti, shpreson shpërblimet e Allahut. Gjithashtu, nga shtysat janë dhe frika nga ndëshkimi i Zotit, nga fatkeqësitë në këtë dynja, nëse e shpërfill hakun e Allahut, nëse nuk i nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala, nuk e madhëron atë ti, domethënë ke frikë nga ndëshkimi i tij. Padyshim gjitha këto janë pjesë të madhërimit të Zotit xhaleshanu. Pse? Sepse ti shpreson në mbarësinë që i jep Zoti, qoftë edhe për jetën e kësaj dynjaje, qoftë edhe për ahiretin, sepse e di që kjo është në dorë të Allahut. A nuk është kjo pjesë e madhërimit të Allahut xhaleshanu? Nëse ti nuk e madhëron Allahun, nuk i jep hakun që i takon, nuk ja njeh madhështinë e tij, pushtetin e tij, faktin që ai është krijuesi dhe kujdestari i qiejve dhe i tokës. Asgjë nuk del jashtë pushtetit dhe kujdesit të tij. Nëse nuk i di këto gjëra, nuk e madhëron Allahun subhanahu wa taala, si do kesh shpresë? Si do kesh frikë? Si do t'i mbështetesh Allahut për ndonjëherë kur gjendesh përballë sfidave? Pastaj urdhëresat e Zotit, ndalesat e Zotit. Ku do gjesh forcën që urdhëresat ti bësh, ti kryesh për hir të Allahut dhe ti jesh i rregullt me to, asnjëherë mos heqësh dorë prej tyre. Dhe ku do ta gjesh forcën për t'u larguar ndalesave? Edhe frikën e mjaftueshme që mos i bësh haramet e Zotit. Mos i kalosh kufit e tij. Të gjitha këto i bën të mundra madhërimi i Allahut në zemrën tënde. Nëse nuk e madhëron Allahun subhanahu wa taala në zemrën tënde, atëherë nuk do të jesh i aftë për t'u nënshtruar Zotit xhaleshanu. Pse, qoftë subhanallahu do të jetë e vështirë të marrësh abdes, të ngrihesh në mëngjes, kur është ftohtë, nuk do të marrësh abdes. Sa është ftohtë, nuk merr abdes. Nuk do dalësh falësh namazin, shkosh në xhami. Të ngrehesh, të prishësh, edhe atë jorganin se ngre dot nga vetja jote në mëngjes, sepse ke dert, ke lodhje, je i pafuqishëm, nuk ke madhërim të madh në zemrën, për Allahun xhaleshanu. Je i pafuqishëm. Edhe urdhrat më të thjeshta ndonjëherë të duken, domethënë të rënda si mali. Pse? Sepse madhërimi, kurse e kundërta. Nëse ndodh që ke madhërim për Allahun subhanahu wa taala, domethënë në sytë tu, në zemrën tënde, në mendjen tënde, Allahu është i madhërisht. Meriton Allahu subhanahu wa taala shumë më tepër se sa ç'na ka urdhëruar, ose ato pak adhurime që ja bëjmë ne. Madje shikon veten që je shumë në borxh me Zotin xhaleshanu. Me gjithë ato mirësi që të ka dhënë, me gjithë atë kujdes që tregon për ty, atë ruajtje që të ka ofruar. Pastaj premtimi që të ka dhënë për në xhenet, ruajtje nga zjarri, ruajtje nga gjithë çdo e keqe që të ka dhënë, janë shumë pak ato që bën. Nëse vërtet e madhëron Zotin subhanahu wa taala në zemrën tënde. Pra kjo është një nga shtysat më të forta të folurit për madhërinë e Allahut subhanahu wa taala, madhështinë e tij që bën njeriu të jetë i vazhdueshëm në adhurimet, në bindjen te Allahut subhanahu wa taala, qofshin zbatim urdhëresash, qoftë lënje ndalesash dhe mos shkelje e kufive të Zotit xhaleshanu. Prandaj, të folur rreth kësaj teme, të medituarit në të, është pjesë e domosdoshme e ushqimit të imanit, që ka njeriu në zemrën e tij. Gjithashtu, sidomos në kohën tonë, është domosdoshmëria o vëllezërit e mi të folur rreth kësaj teme, përballë valës të ashpër të rrymave që kanë dalë sot o vëllezërit e mi. Rryma të shumta filozofike që bën njeriu të largohet nga besimi. Dhe një mënyrë jetese që njerëzit tashmë ja kanë imponuar njëri tjetrit, ose shejtani i mallkuar, ose forcat e të keqe se kanë imponuar njeriu që të bëjë një mënyrë jetese të tillë që të mos jetë Zoti prezent në këtë jetën tonë. Dhe janë të shumta rrymat e sotme, të cilat të shtyjnë drejt mosbesimit dhe mosmadhërimit të Allahut xhaleshanu. Pra kur ti je gjithmonë çdo ditë je i predispozuar që të goditesh nga këto rryma, gjithmonë ti infektohesh, ti jetosh mes njerëzve që kështu e kuptojnë jetën. Atëherë si do ta madhrosh nëse nuk flet për madhërimin e Allahut xhaleshanu? Dhe ti bësh pjesë e tyre, vazhdimisht rri me ta gjithmonë. Jeton me ta, e kupton jetën si ata.
atëherë normalisht që do dobësohet, domethënë madhërimi i Allahut në zemër. Prandaj të folurit rreth kësaj teme është shumë e nevojshme. Besimtarët nuk duhet lënë asnjë moment, asnjë mundësi pa e shfrytzuar që të flasin për këtë temë, për këtë çështje. Prandaj duhet domethënë të folur për këtë. Sot është një epokë ku zëri i mohimit të Zotit ngrihet me një guxim të papar, madje pa turpësim të papar. Jo vetëm që vihet në dyshim ekzistenca e Allahut, por edhe për hapet një kulturë talljeje, fyerje ndaj besimit dhe ndaj çdo gjëje që lidhet me të drejtën e Allahut Azza wa Jall. Lloje të ndryshme të ateizmit, filozofik, shkencor, kulturor, praktik, po shpërndahen në forma të reja të përfshira në libra, universitete, më të njohura, në rrjetet sociale, mënyrën se si na i ofron diturinë dhe në të gjitha nivelet e jetës, që nga kopshti derisa të mbarosh universitetin ti ushqehesh me çfarë? Me mosbesim, materializëm, faktin që nuk ekziston, është vetëm materia, nuk ka Zot, çdo gjë është evolucion apo rastësi etj. E bombardon njeriu që nga vogëlia derisa në plaket, mendo. Dhe nëse ti nuk përpiqesh që të madhërosh Allahun, të ushqesh shpirtin me besimin në Allahun subhanahu wa taala, padyshim që do të e vështirë që njeriu të qëndrojë në besim. Prandaj është edhe nevojshme sidomos përballë këtyre rrymave të shumta, që alhamdulillah përballë kësaj vale të rrezikshme, trajtimi i temës së madhështisë së Allahut bëhet pra domosdoshmëri e ngutshme. Kur zemrat e njerëzve mbushen me nderimin dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo bën më të forta për të qëndruar domethënë çdo lloj sfide ose përballje me rryma të tilla të sotme. Pra njeriu, alhamdulillah, aftësohet muslimani që beson Allahun që të ruajë identitetin e tij, mënyrën e jetesës së tij, konceptin e tij për jetën. Që ai koncepton jetën që si dhuratë dhënë nga Zoti subhanahu wa taala dhe ka një qëllim se na ka vendosur në këtë dynja. Merr masa që alhamdulillah të dëgjoj dhe të mësoj ose të lexoj atë çfarë do Zoti prej tij, duke lexuar shpalljen, Kur'anin, Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, librat dobishëm, ulet në mësime të mira të dobishme. Pra alhamdulillah e bën më të thjeshtë për muslimanin pra kjo përballjen me këto rryma nëse mëson për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Dietarët sikur se folëm kanë shkruar për këtë temë shumë. Është trajtuar për tyre. Një shembull që mund ta përmendim është Abu Sheikh al-Asbahani, Allahu mëshiroft, i cili ka ndëruar jetë vitin 369 Hijri, domethënë bie rreth viteve 900 ose 1000. Domethënë e ka shkruar një vepër atë që quhet al-Azama, madhështia, al-Azama, madhështia e Allahut subhanahu wa taala, që paraqet madhështinë e Zotit të botëve. Libri është botuar ndër të tjera në një botim me saktësimin e Sheikh Mubarak Furit, që ka shkruar edhe libra në tefsir, ka shkruar libra të tjerë të dobishëm dhe ka saktësuar domethënë këtë vepër që ka shkruar pra al-Asbahani, Allahu mëshiroft. Abu Sheikhu, pra ky al-Asbahani ka radhitur me gjerësi shfaqjet e madhështisë së Allahut në krijim, në univers, tek njeriu, tek kafshët, në për kujdesin absolut të Allahut xhaleshanu, pra i ka përmendur në libër kapituj të shumë që flasin për këtë tema dhe nëpërmjet tyre ai ka folur për treguar madhështinë e Zotit xhaleshanu. Që njeriu të shikojë edhe në krijimin e Allahut, të shikojë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, na ka treguar se si Allahu subhanahu wa taala ndikon dhe kujdeset për krijesat e tij, duke sjellë ajete, hadithe të shumta që flasin për këtë tema. Sigurisht që hadithi përmban dhe hadithe që nuk janë të sakta, autentike, ai ka përmendur shumë tekste domethënë që ka sjellë, megjithatë, si libër domethënë Sheikh Mubarak Furi e ka saktësuar dhe alhamdulillah ka sjell kush është hadithi i saktë, kush është i saktë, cilat pranohet, cilat jo. Ka bërë një trajtesë të mirë në 5 vëllime kapituj. Libër me 5 kapituj që flet vetëm për këtë çështje. Gjithashtu, ndër ata që kanë shkruar është edhe Imam Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, sidomos në vëllimin e dytë të veprës së tij Miftah Daris Saada. Pra çelësi i jetës së lumtur. Është një libër madhështor që flet për rëndësinë e diturisë rreth Zotit subhanahu wa taala. Dhe në kapitullin e dytë të këtij libri, domethënë ai flet hollësisht rreth me stilin e tij dijet të Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, pra me stilin e tij aq të zgjedhur, flet duke na treguar domethënë për madhështinë e Allahut xhaleshanu, si shfaqet kjo madhështi në krijesat e Zotit xhaleshanu, ku janë argumentat për këtë çështje, që njeriu të ushqejë veten e tij domethënë pikërisht me këtë temë. Gjithashtu ndër autorët e sotëm që kanë trajtuar këtë temë është edhe
Sheikh Umar ibn Sulejman al-Ashqar, Allahu mëshiroft, në librin e tij Aqidja në Allahun, El-Aqidatu fillah. Pra edhe në këtë libër, është libër bashkëkohor pra i kohëve të sotme, edhe në fakt Umar al-Ashqar ju keni libra të tjerë që flasin për ditën e gjykimit, vdekja, kiameti i vogël. Pra janë disa libra që ka shkruar ky autor, Allahu mëshiroft, që janë të dobishëm, edhe ndërto edhe ky libër që fola për El-Aqidatu fillah. Pra akidja rreth Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë mësim pra këto që do të mbajmë së bashku inshallah, do të kufizohemi pikërisht pra do të mbledhim një grup hadithesh që i kam përmendur. Në fakt ky mësim është mbajtur ose këto dobit e këtij mësimi që do sjell inshallah, janë mbajtur nga Sheikh Munajjid, Allahu e ruajt, i cili e ka sjell të, domethënë në një zinxhir mësimesh që e ka mbajtur. Ne përfitojmë nga trajtesat e këtyre njerëzve të dijshëm. Elusallahu subhanahu wa taala na vi dobi me këto trajtesa. Dhe elhamdulillah të kemi të ushqejmë imanin ton. Bisedat tona pra të jenë të dobishme dhe uljet tona të jenë të frytshme inshallah. Si fillim kemi një hyrje, domethënë rreth madhështisë së Allahut subhanahu wa taala, para se të hyjmë tek hadithet që do të trajtojmë në çdo mezhlis nga një hadith ose dy nga profeti sallallahu alaihi wasallam që flasin për madhështinë e Allahut xhaleshanu. Para se të hyjmë tek këto hadithe, do kemi një hyrje rreth madhështisë së Zotit, besimin në Allahun subhanahu wa taala, disa fakte, argumenta për ekzistencën e Allahut, fakte logjike dhe fakte nga shpallja e Allahut subhanahu wa taala rreth ekzistencës së Allahut xhaleshanu dhe madhështisë së tij subhanahu azza wa jall. Ka njerëz ose krijesa në këtë dynja, të cilët kanë zgjedhur të nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala me bindje, me vetdije, me zgjedhje, dhe ata janë besimtarët dhe besimtaret. Ata që e pranuan Zotin si krijuesin e tyre dhe vendosin që t'i nënshtrohen. Por Allahu subhanahu wa taala i nënshtrohet edhe gjithçka tjetër. Si thonë me pahir, edhe pse mund të mos kenë zgjedhur. Madje edhe shumë krijesa, qofshin edhe krijesa që nuk ka jetë në to, siç janë sendet e ngurta, prapë nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala. Çfarë thot Zoti xhaleshanu? Thot Allahu subhanahu wa taala, ata e madhrojnë me tasbih 7 qiejt, toka dhe gjithçka në to. Nuk ka gjë që nuk e madhëron atë me tasbih duke lavdëruar. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Nuk ka ndonjë gjë që nuk e madhëron Zotin duke i bërë tasbihat, duke thënë subhanallah. Por ju nuk e kuptoni gjuhën e tyre. Pra, i bën tasbih qiejt me gjithçka që ka në to, yjet, trupat që lëvizin në qiell me rregullsi, gjithçka i bën tasbih Zotit dhe tregon madhështinë që ka për Allahun subhanahu wa taala. Pra e madhëron Allahun xhaleshanu përmes rregullsisë me cilën ato lëvizin, zbatimit të rregullit që ka vendosur Allahu xhaleshanu. Thot Allahu subhanahu wa taala, duke na folur, na dhënë shenja për fuqinë e tij, dijen, urtësinë dhe përsosmërinë e krijimit të tij, thot Allahu xhaleshanu, është ai i cili e përsosi gjithçka që ka krijuar. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insani min tin. Është Allahu që e ka përsosur krijimin e tij dhe nisi krijimin e njeriu nga balta. Na tregon Allahu që është ai që ka përsosur, ka vendosur këtë krijim të përsosur dhe të përkryer në këtë dynja. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, hadha khalqullah atqana kull shay. Ky është krijimi i Allahut që e ka përsosur dhe përkryer gjithçka. Edhe pse ka krijesa që e mohuan, pra për njerëz, ka njerëz që e mohojnë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, megjithatë Allahu e madhëron gjithçka në qiell dhe në tokë, e madhëron melekët që janë shumë më tepër edhe më shumë se njerëzit. E madhërojnë njerëzit e mirë, besimtarë dhe besimtare që kanë zgjedhur ta pranojnë dhe t'i nënshtrohen atij. Kështu që elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala madhërojnë shumë nga krijesat. Edhe pse disa kanë zgjedhur me vetdije që ta mohojnë dhe ta refuzojnë. Janë mashtruar nga jeta e kësaj dynjaje, por elus Allahun që mos bëhemi prej tyre. Ja disa ajete në të cilat na tregon Allahu subhanahu wa taala që besimi në Allahun subhanahu wa taala është i natyrshëm. Nuk kam mundësi se si mos e besosh Zotin me gjithë to ajete që t'i jep Zoti në Kur'an. Dëgjoni disa ajete nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Ibrahim, "E fillahi shakkun fatiru as-samawati wal ard." Domethënë, e si mund të ketë dyshim në Allahun, që është krijuesi i qielleve dhe i tokës. Fatir është ai që krijon pa shembull të mëparshëm. Pra i ka krijuar qiellin dhe tokën pa shembull të mëparshëm. Ai i krijoi dhe i formosoi ashtu si deshi ai. Nuk kopjoi, të themi, që mori një shembull, si shin fare nuk ekziston. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanu, atëherë është një lloj ai që krijon si ai që nuk krijon, a nuk po kuptoni? Thot Allahu xhaleshanu.
atëherë s'mund ta mohosh mohuesin, ta mohosh krijuesin e gjithçka, ndërkohë që s'janë një lloj ai që krijon dhe ai që nuk krijon. Thuaj, o i dërguar, lavdërimi takon Allahut dhe shpëtimi qoftë me robërit e tij që ai ka zgjedhur. Kush është më mirë, Allahu apo zotat e rem që ja bëjnë shok atij? Dëgjoni tani çfarë ajete vijnë në surën Neml. Disa shenja që na jep Zoti për treguar madhështinë e tij dhe faktin që ai ekziston dhe don kujdeset për krijimin e tij. Thot: është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe që lëshon për ju shi nga qielli, lëshon ujin nga qielli. Ne bëjmë që me të ujin të lulëzojnë kopshte të bukura, por ju do të ishte e pamundur që ta bënit bimësinë që të mbijë dhe të rritet. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin veç Allahut? Jo, por ata janë një popull që dredhon nga e vërteta, thot Allahu xhaleshanu. Është ai që e ka bërë tokën vend qëndrim për ju e në për të bëri të rrjedhin lumej. Ai vuri në tokë, male të palëvizshëm dhe në mes të dy deteve vuri një ndarje, deti i kripur dhe ky tjetri i ëmbël. A ka ndonjë zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut? Jo, por shumica atyre nuk e dinë. Është Allahu që i përgjigjet nevojtarit kur ai i lutet, dhe ai që ja largon të keqen dhe ju bën ju sundues në tokë. A ka ndonjë tjetër që meriton adhurimin veç Allahut? Jo, por ju shumë pak po kujtoni, thot Allahu xhaleshanu. Dhe vazhdojnë ajetet, surën Neml. Është ai që ju orienton në errësirat e tokës dhe të detit, dhe ai që dërgon errat si përgëzim përpara mëshirës së tij, përpara shiut. Dërgon errat, fladin e errës që e zbret shiun. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? I dëlirë dhe i lartësuar është ai nga ajo që ata ja përshkruajnë si shok. Pra që duke pretenduar se ka zotat të tjerë që ndikojnë ose që kanë forcë në këtë gjithësi. Është ai që fillon krijimin e njeriu dhe pastaj e përsërit atë. Pra do ta rikthej përsëri pas vdekjes, për ta ringjallur dhe të vazhduar jetën përjetësisht. Dhe ai që ju furnizon nga qielli dhe nga toka. A ka ndonjë zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut? Thuaj, sillni argumentet tuaja nëse thoni të vërtetën. Subhanallahu, çfarë fjalë të dhëna nga Zoti i Gjeleshan, drejtuar krijesave. Duke kujtuar vetëm këtë që shikojnë me sy, këtë që përjetojnë. A ka zot tjetër veç Allahut? A ka zot tjetër veç Allahut? Ju nuk kujtoni, ju nuk kuptoni, ju nuk nxirrni mësim. Pra gjitha këto, pastaj në fund tha, sillni argumentet tuaj nëse thoni të vërtetën. Atë mos vallu krijuan nga hiçi, thot Zoti, apo ata krijuan vetveten, thot Allahu subhanahu surën Tur. Pra, Allahu subhanahu shumë i njohur se sa të mohohet, apo të kërkohet argument, domethënë për ekzistencën e Zotit. Mjafton kaq ajete sa lexove nga libri i Allahut xhaleshano për të kuptuar me një logjik të thjeshtë, është Allahu subhanahu i ka krijuar gjithësinë, kush e ka krijuar dhe ka vendosur të rregull. Askush nuk e mohon ekzistencën e Allahut përveç një kokforti, kryeneçi, i cili refuzon të besojë, sepse ka zgjedhur një mënyrë jetese dhe nuk dëshiron që të largohet prej saj, nuk do të prish rehatin në familja. Rehatin e tij që ta adhurojë Zotin xhaleshano. Thjesht do të vazhdojë jetën ashtu si ti tek edhe ti dal. I përshtatur me gjithë kopen e tjetër të njerëzve, domethënë. Këto prirje ateiste që kanë dalë në kohën tonë, së bashku me materializmin dhe mosbesimin në Allahun xhaleshanu dhe rrugët djallëzore që kanë mashtruar shumë njerëz janë shfaqur në forma të ndryshme. Herë si teori shkencore, herë si libra dhe programe universitare, herë si romane letrare, herë si filma dhe video, po ta shikosh sot, në çdo mënyrë të vjen mohimi i Zotit. Subhanallahu, ndonjëherë edhe në filmat për fëmijë, subhanallahu. Edhe në filmat për fëmijë vizatimor sjellin drejtime dhe prirje të tilla që çfarë të mohohet Zoti. Subhanallahu, mos ketë s'ka Zot. Çdo gjë është rastësi, subhanallahu. Këta ateistë kanë shkruar libra, kanë organizuar lëvizje dhe kanë përhapur ide të shumta. Nëse do të pyesje, cili është argumenti juaj që nuk besoni në krijuesin? Çfarë argumenti sillni? Po ta shikosh, janë rëmuj dhe në ajër, nuk sillin diçka domethënë argument të plot që ata të jenë të afta ta vërtetojnë asnjëherë. Nuk kanë mundësi të vërtetojnë gjë. Dëgjoni tani diçka, një meditim rreth atyre që ata sjellin. Me çfarë mohoni ekzistencën e Allahut të lartësuar? Nuk do të sjellin ndonjë dëshmi të bazuar. Herë thon krijimi u bë nga një shpërthim i madh. E dini atë Big Bang. Është shpërthimi i madh. Herë thon është rezultati i një mutacioni. Mutacioni janë bashkim mes dy krijesave ose dy gjërave dhe del një e tretë dhe kjo sjell pastaj domethënë evolucionin, edhe kështu fillon duke ndryshuar krijesat derisa vjen forma më të larta të zhvillimit. U bë nga një mutacion thot. Nëse i pyes çdo thot mutacion,
Dhe ku ndodhi ky mutacion? Përgjigjet e tyre janë të paqarta thotë. Mutacioni mund të ndodhë brenda një zinxhiri të gjallë, siç pretendojnë ata që merren me gjenetikën. Por nuk mund të ndodhë nga hiçi. Ti mund thua ndodhi mutacion, më fal. Këto dyja që u bashkuan dhe sollin një të tretë. Këto dyja kush i solli? Pra, neve po ju bëjmë pyetje që në themel. Nuk po themi domethënë që po thjesht ata thjesht për të mashtruar njerëz, vetëm fol. Nxjerr diçka se njerëzit do mashtrohen dhe do ta marrin për bazë. Po themi, çfarë u bashkua? Kush ishin këto krijesa? Kush i bëri këto krijesa që u bashkuan dhe sollën të tjetrën? Si thon ato krijesat një qelizore fillimisht, derisa u bashkuan dhe sollën krijesa të tjera më të ndërlikuara nga uji, domethënë. Dorën fillimisht ato krijesat të ujit, pastaj ato u shndruan duke ecur zvarritur nëpër tokë dhe pastaj filluan me dorën këmbët, i dorën edhe thojnë me mënyrë domethënë qesharake, subhanallahu. S'ka asnjë argumenti që vërtetojnë, a thjesht janë hipoteza që qesh një i logjikshëm kur fillon dhe i dëgjon se si flasin. Edhe mohojnë krijuesin e gjithësisë. Thot disa të tjerë thonë fillimi ishte një qelizë vetme, e vogël sa kokra e gjilperës thotë, që nëtonte domethënë në jo kohë dhe jo hapësirë. Do më pretendojnë domethënë që shpërthimi i Big Bangut ishte nga një maj gjilpere e vogël. Edhe kjo bëri domethënë që ndodhi ai shpërthimi i madh. Po kjo kokër e vogël ekzistonte në jo vend dhe jo hapësirë dhe jo kohë. Sepse koha dhe hapësira, koha dhe vendi janë krijesa të Allahut xhaleshano, apo jo? Koha, çfarë është koha? Lini dielli përndoi, është domethënë koha çfarë është? Është krijesa e Allahut xhaleshano. Edhe vendi ku ne jetojmë, hapësira që ne zema, kupton se cilë nga ne është krijesa e Allahut xhaleshano. Ta thonë jo, ishte një maj gjilpere që nuk ishte as kohë dhe as vend. Themi subhanallahu. Dëgjoni me kujdes se çfarë thotë. Thjesht po i sjell ca gjëra shpejt për të kuptuar kotësinë e logjikës së tyre. Për të vazhduar mësimet e tjera pastaj domethënë me argumentet që ka besimtari që në ekzistencën e Allahut xhaleshano dhe madhështinë e tij subhanahu wa taala. Pra thon, o njeri me mendje thotë, a është e kuptueshme që diçka të ekzistojë në jo kohë dhe jo hapësirë? A mund të më tregosh se ku është kjo jo kohë dhe jo hapësirë? Pra ku është kjo gjë që nuk futet as brenda kohës dhe as brenda vendit dhe hapësirës? Ku është kjo gjë? Nga ku ekziston? Si mund ta konceptosh diçka të tillë? Pra, dhe është e mundur që një gjë të ekzistojë aty thotë. Edhe nëse pranojmë në çast se ekzistonte një qelizë e tillë që shpërtheu, dhe prej saj dolën qielli dhe toka me gjithçka brenda, se kështu thon ata, shpërtheu nga kjo. Atëherë kush e krijoi këtë qelizë për këtë? Se në fundit prapë edhe kjo duhet që në fillim të ekzistojë. Apo jo? Kush e solli në ekzistencë këtë gjë? Edhe nëse pranojmë atë model që ju po na ofroni. Kështu ata kthehen në pikën e parë, domethënë, pa përgjigje. Atëherë pyesim. Pse kjo qelizë qëndroi e qetë, pastaj papritur vendosi të shpërthente? Se pyetjet që shtrohen edhe janë Big Bangu e marrin si teori domethënë të mirë qenë, pa diskutueshme domethënë. Disa thonë që janë forcat elektromagnetike. Ne u themi, a është energjia elektromagnetike gjë apo nuk është asgjë? Nga erdhi kjo forcë? Kush e solli? Kush e bëri të mundur që për shkak të kësaj të shpërthejë kjo gjëja e vogël, domethënë pastaj të krijojnë qiell dhe toka, Nëse para krijimit sipas jush nuk kishte asgjë, atëherë si mund të ketë ekzistuar energjia elektromagnetike, se s'kishte asgjë? Si ka ekzistuar kjo gjë? Dhe nëse nuk kishte energji, ku ishte? A mund të qëndrojë energjia në hiç, pra inekzistencë, që ka energji, domethënë themi, se këto janë pyetje që ngrenë një logjikshëm, përdesë ju po na ofroni një model që Big Bangu nga kjo vogla shpërtheu, pastaj erdhi evolucioni, vërtet kështu është. S'ka zot. Lëshohu tash pa duar domethënë, edhe jetoj jetën jashtë besimit në Allahun xhaleshano. Dhe si është e mundur që nga një shpërthimi vetëm të dalin këto sistemet përkryera? Ja mirë shpërtheu kjo gjë e vogël, që shumë e vogël domethënë, edhe shpërtheu dhe domethënë filloi të zgjerojë. Nga erdhën këto sistemet përkryera, trupa qiellor me rrotullimet e tyre të rregullta, sisteme jetësore me ushqyerje, frymarrje, ripodhim, ndjenja e ndërgjegje, si dolën gjithë këto krijesa në këtë formë, të cilat janë aq të përpikta dhe aq të rregullta, saqë nuk mund të pretendosh që kanë ardhur nga një shpërthim i tij kaotik. Si mund të pretendosh gjithë? Po jo, janë me miliarda, triliarda, 400 real janë, si thon këto, domethënë vitet e dritës, a kupton? Subhanallahu. Prap është e pamundur. Si mund të ndodhë që ky rregull formohet në këtë formë? Pra, siç ka thënë Allahu i madhëruar, tre janë mundësitë. Em khuliqu min ghairi shay'in, mos vallu krijuan nga hiçi, em humul khaliqun, mos vallu ata janë krijues. Ose e treta pastaj, dhe kjo është mundësia,
që i ka krijuar një Zot, subhanahu wa taala. Ai që ka fuqi dhe është i plot pushtetshëm ta sjellë diçka nga hiçi. Pra kjo botë ka një fillim. Gjithçka që ekziston, qielli, toka me gjithçka në të, duke parë domethënë lëvizjen e tyre, ndryshimin e vazhdueshëm të tyre që qëndron në një vend, kjo tregon që ka një fillim. Dhe duke qenë se ka një fillim, atë është dikush që ka filluar, që është krijuesi. Pra alhamdulillah, është e pamundur që ta keni krijuar vetveten, sepse përpara se të ekzistoni nuk kishte fuqi për të krijuar. Është e pamundur të dal nga hiçi, sepse hiçi nuk prodhon asgjë. Hiçi nuk mund të prodhojë vetë asgjë. Është hiç dhe hiç mbetet. Nuk mund të prodhojë diçka. Pra nuk mbetet vetë se të pranojmë që ka një krijues që ka sjell në ekzistencë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma khalqukum wa ba'thukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida." Krijimi dhe ringjallja juaj thot është si të ishte një krijesë vetme thot. Mund të jetë me miliarda, me triliarda sa kanë ekzistuar. Krijimi thot Zoti dhe ringjallja juaj është sikur të ishte një vetëm në fuqinë e Zotit subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Mos u krijuan nga hiçi, apo krijuan vetveten, apo i krijuan ata qiejt dhe tokën, jo, ata nuk janë të bindur. Apo e kanë ata domethënë thesaret e Zotit tënd, apo janë ata që sundojnë qiejt dhe tokën?" Pyetje ngritura nga Zoti xheleshano, asnjëra nga ato nuk ekziston, vetë se Zoti është krijuesi i gjithçkaje. Këtë ka shpjeguar dhe Imam Ebu Hanife, duke folur, u ballafaqua me disa ateist. Ai u tha: "Kam parë një anije të mbushur me mallra që ecte mbi dallë të mëdha dhe errra të forta, por pa kapiten, pa timonier, pa askënd që ta drejtonte." I thot ateistëve Ebu Hanifja, dietar i njohur. A është e pranueshme diçka e tillë për juve? Pra e pranoni këtë logjikë që po i them unë? Pash një anije që ishte kështu, pa timonier, vetë me mallra, lundronte nëpër val edhe nëpër vështirësi dhe errra të forta. Ata thanë: "Jo, kjo është e pamundur." Tha: "Subhanallah. Nëse mendja nuk e pranon një anije të tillë, që të lundroj vetë, pa timonier, pa kujdestar, pa ata detarët, domethënë pa kapitenin e anijes etj etj, si mund të pranoni që qiejt dhe toka, me gjithë rregullsi që ekziston, kaq të përpikt, lëvizjet e trupave qellor që dihet ku do të jetë në këtë kohë të vitit ose në këtë kohë të shekullit. Dihet me përpikëmëri ku do të vijë dhe dihet domethënë ajo cikli i tyre. Nëse nuk e dini, domethënë nuk e pranoni këtë fakt që anija tonë, po gjithë kjo dynja që funksionon në këtë formë kaq e rregullt, si mund ta pranoni diçka të tillë? Qeshën ata dhe e pranuan argumentimin e Imam Ebu Hanifes. Argumenta për ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala janë të shumta faktikisht. Besoj sot mjafton me këtë hyrje, mund të vazhdojmë radhës tjetër inshallah me argumentat për ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Argumenta për ekzistencën e Zotit janë të shumta. Kryesisht do përqendrohemi te ato argumenta logjike, të cilat elhamdulillah bëjnë të mundur që nëse mediton njeriu dhe flet me njerëzit, elhamdulillah njeriu të reflektojë dhe të kuptojë që është një krijues vërtet. Dhe ai është madhështor në atë që ka krijuar dhe në atë që ka dashur për ne. Elusi Allahun subhanahu wa taala na ndihmoj. Radhës tjetër inshallah kjo do të jetë pjesë vazhdimi i këtij mësimi, argumenta rreth ekzistencës së Allahut subhanahu wa taala, argumenta logjike, por edhe nga tekstet që ka sjellë Zoti subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Para se të futemi edhe një herë po them tek hadithet që flasin pra për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Elusi Allahun subhanahu wa taala të na jap dobi në atë që flasim, në atë që dëgjojmë. Elusi Allahun të na forcojë besimin, të na forcojë madhështinë e tij në zemrat tona. Elusi Allahun të na nështrojë, të adhurojmë atë ashtu si ai kënaqet për nesh, të na lehtësojë rrugëtimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.